Jezu Krisht, do të lexojmë nga libri i profetit Daniel nga fillimi. Kapitulli i parë pra. Danieli, kapitulli i parë. Në vitin e 3 të mbretërimit të Jehoiakimit, mbretit të Judes, Nebukadnestari, mbreti i Babilonisë, u nis kundër Jeruzalemit dhe e rrethoi. Zoti atëherë dha në duart e tij Jehoiakimin, mbretin e Judes, bashkë me një pjesë të orendive të shtëpisë të Perëndisë, që ai transmetoi në vendin e Shinarit, në shtëpinë e Perëndisë të tij, dhe i vendosi orendit në shtëpinë e thesarit të Perëndisë të tij. Pastaj mbreti i tha Shpenazit, kreut të evnukëve të tij, t'i sjell disa nga djemtë e Izraelit, qofshin prej fishi mbretëror apo prej familjesh fisnike, të rinj që të mos kishin asnjë tëmet, por të hishëm, të pajisur me urti, që të kishin njohuri dhe të mësonin shpejt, që të ishin të aftë të shërbenin në pallatin e mbretit dhe të cilëve të mund t'u mësohej letërsia dhe gjuha e kaldeasve. Mbreti u caktoi atyre një racion të përditshëm ushqimesh të shijshme nga ato të mbretit dhe verë nga ajo që ai vetë pinte. Ata duhet të edukoheshin në 3 vjet, në mbarim të cilëve do të kalonin në shërbim të mbretit. Midis tyre ishin bijtë e Judes, Danieli, Hananiahu, Mishaeli dhe Azaria. Kreu u evnukëve u vuri atyre emrat e tjerë. Danielit i vuri emrin Beltshazar, Hananiahut Shedrak, Mishaelit Meshak dhe Azarias Abed-nego. Por Danieli vendosi në zemër të tij të mos e ndot veten me ushqimet e shijshme të mbretit dhe me verën që pinte ai vetë, dhe i kërkoi kreut të evnukëve ta lejonte që të mos ndotej. Perëndia bëri që Danieli të gjej hir dhe dëmshuri te kreu i evnukëve. Kreu i evnukëve i tha Danielit, unë kam frikë nga mbreti Zoti im, që ka caktuar ushqimin tuaj dhe pijen tuaj. Pse ai duhet të shikoj fytyrët tuaja më të trishtuara nga ata të rinjve të moshës tuaj? Kështu do të vinit në rrezik kokën time te mbreti. Atëherë Danieli i tha Mishaelit, që kreu Melcarit, i tha Melcarit, kreu i evnukëve, që kishte caktuar si të parë mbi Danielin, Hananiahun, Mishaelin dhe Azarian, të lutem veri në provë shërptorët e tu për 10 ditë dhe të na jepen perime për të ngrënë dhe ujë për të pirë. Pastaj të ekzaminohet në praninë tënde pamja jonë dhe pamja të rinjve të tjerë që hanë ushqimet e shijshme të mbretit, do të veprosh pastaj me shërptorët e tu në bazë të asaj që do të shikosh. Ai e pranoi këtë propozim të tyre dhe i vuri në provë 10 ditë. Në mbarim të 10 ditëve pamja e tyre dukej më e bukur dhe e kishin mishin më të plotë se gjithë djemtë që kishin ngrënë gjellet e shijshme të mbretit. Kështu Beltshazari u hoqi atyre gjellet e shijshme dhe verën që duhet të pinin dhe u dha perime. 4 të rinjve të Perëndia u dha njohuri dhe mend në gjithë lartësinë dhe diturinë, dhe Danieli fitoi njohuri për çdo lloj vegimi dhe ëndre. Në mbarim të kohës të caktuar nga mbreti që t'i hapçonin këta të rinj, kreu i evnukëve i shpuri përpara Nebukadnestarit. Mbreti filloi me ta, foli me ta, por midis tyre nuk u gjet asnjë si Danieli, Hananiahu, Mishaeli dhe Azaria. Prandaj këta u pranuan në shërbim të mbretit. Dhe mbi çdo çështje që kërkonte dituri dhe gjykim dhe për të cilat mund t'i pyeste mbreti, i gjeti 10 herë më të lartë se tërë magjestaret dhe astrologët që ishin në tërë mbretërimin e tij. Kështu Danieli vazhdoi deri në vitin e parë të mbretit Kir. Amen, fjalës të Zotit. I gjithë shkrimi është i shkruar për mësimin ton, që ne të kemi shpresën nëpërmjet durimit dhe ngushëllimit të shkrimeve. Pra shpresë dhe durim për ngushëllimin e shkrimeve dhe e falenderojmë Perëndin për këtë. Dhe të gjitha vazhduan në 609 përpara Krishtit, kur Eliakimi u bë mbret i Judes dhe për 3 vjetët e parë ishte
shërbëtor i Nebukadnestarit. Pastaj u largua dhe nga atëherë vazhdoi të realizohej fjala profetike e Perëndis nëpërmjet profetit Jeremia që do të bënte gjykim dhe drejtësi në popullin e Izraelit për shkak të paudhësive dhe të mëkateve që bëri. Jeremia në 626 paka shumë u vajos profet nga i plotfuqishmi Perëndi. Për 20 vjet profetizoi e përsëris që profetizoi për gjykime dhe vuajtje dhe mundësisht e keqja do të vinte nga veriu. Dhe me të vërtetën në 606 kur Nebukadnestari e Jehojakimi u ngrit kundër Nebukadnestarit, Zoti dërgoi kundër Judës ushtrit e kaldeasvet, jo Nebukadnestari, por vetë Zoti dërgoi sipas fjalës profetike të Zotit. Dërgoi ushtrin e kaldeasve, të sirëve, të moabitëve, të bijve të Amonit, gjithë këto ushtri i ngriti kundër Judës që t'i shkatërroi ato, sipas urdhrit që ishte dhënë nga vetë Zoti që t'i largonte nga vendi i tyre për shkak të mëkateve të Manasit. Dhe këtu vazhdojnë të përmbushen profecit, fjala profetike e Jeremias për popullin e Izraelit në gjendje, do të guxoja të thoja, tragjike. Sepse profetizoi se në qoftë se nuk do të binin në dakord me Nebukadnestarin, atëherë i gjithë populli do të merrej në robëri dhe do të dërgohej në vendin e kaldeasvet. Por kishte bërë edhe një profeci tjetër të habitshme Jeremia. Për ato që nga 606 nga mbreti Jehojakim u gjenden dhe jo vetëm për edhe në vazhdim të tjerët, u gjenden në vendin e kaldeasve dhe ju tha: aty ku do të shkoni, do të bekoheni. Për këtë arsye, ndërtoni shtëpit dhe banoni në ta, mbillni vreshta dhe kopshte dhe merrni ushqime prej tyre. Merrni gra për bijtë tuaj, jepni bijat tuaja atyre dhe le të linden dhe të shumoheni dhe të mos paksoheni, do të bekoheni atje dhe kërkoni paqen e vendit. Aty ku unë ju kam bërë që të shkoni si sklever, si robër dhe shërptor të tyre dhe lutuni për ta. Sepse në paqen e tyre do të keni paqe edhe ju. Dhe këtu përparon me një profeci akoma më të thellë, që thot: pas të mbushen 70 vjetët në robëri që do të shkoni, unë Perëndia, thot me anë të profetit Jeremia, kam për t'ju vizituar dhe do të realizoj në ju fjalën që kam thënë. Ashtu sikur se kam mendime të mira për ju dhe plane të mira kam për ju. Sepse ju për të 70 vjetët do të ngrini zërin drejt mejet, do të më luteni dhe unë do t'ju dëgjoj, kur të më kërkoni në të gjithë zemrën tuaj. Dhe atëherë do të kthej robërin tuaj, nga robëria juaj t'ju kthej në vendin e premtuar, pra, në vendin tuaj. Kështu pra, të dashur vëllezër dhe motra, ekzistojnë këto profeci nga profeti Jeremia, të cilat duhet të përmbushen. Dhe këtu dua të theksoj për mesazhin se sa serioz është për të gjithë ne, si persona, si familje, si kish akoma, në çfarë do lloj çështjesh tragjike, sikur do t'i shohim që të kaloj populli i Judës dhe i gjithë populli i Izraelit, ku për të gjitha këto plani Perëndia ka plane të mira, kur të kthehen me të gjithë zemrën e tyre, të penduar dhe që të kërkojnë emrin e Zotit të ushtrive, sikurse është e shkruar se kush thërret emrin e Zotit do të shpëtohet. Pra mendime të mira ka Perëndia për ta. Por tani pyetja ose pikpyetja më dhe është se si do të bëhen dhe të realizohen gjitha këto premtime. Por
edhe këto profeci të Jeremias. Shërbëtor, sklevër, robër, dhe vjen Perëndia dhe ju thot, do t'ju bekoj atje ku jeni. Si? Por Perëndia ka plan. Më dëgjoni? Perëndia ka plan. Në qoftë se bindeni dhe i bindeni fjalës të Perëndis, duke përmbushur dhe duke realizuar vullnetin e tij, Perëndia thot se u betova në veten time se unë ty, nga që ju binde fjalës time, kam për të të bekuar dhe kam për të të shumëzuar. U betova pra në veten time, dhe nuk thot vetëm këte, por thot edhe diçka akoma më serioze. Dhe kjo thot, le të jetë shpresa juaj e sigurt, ku është si një spirancë e shpirtit që arrin dhe gaxocet në fronin e Perëndis. Mesazh i vërtet ky. Mendime të mira ka Perëndia. Plane të mira ka Perëndia, me një kusht. Të qëndrosh i bindur plotësisht në fjalën e Perëndis. Dhe tani të shohim planin e Perëndis se sa serioz është për popullin e Izraelit. Kur arrestoi Jehojakimin dhe të paret e popullit të Izraelit dhe të Judes që i dërgoi në robëri, dha urdhër në krye evnukun e tyre që të gjej disa djem të rinj në mosh nga 10 deri në 15 vjeç pak a shumë, që të jenë të patëmet, të jenë të bukur në paraqitje, të jenë të aftë dhe të kenë dituri, të kenë njohuri për çdo çështje dhe të munden të qëndrojnë në pallatin e mbretit. Do t'i sjellësh pra këtu, do t'i ushqejmë nga ushqimet mbretërore, të cilat në të vërtetën ishin flijime kushtuara idhujvet, sepse tek mbreti dërgonin pjesët më të mira nga flijimet që ofronin tek idhujt babilonasit. Dhe verën më të mirë që ishte për spërkatjen që bënin ato, verën pra që ishte përkushtuar tek Perëndia i tyre, që ishte vera mbretërore. Dhe gjetën Danielin, Belshacarin, Shedrakun, Meshakun dhe Abednegon. Dhe kjo që u bë, bile thash gabim emrat më falni, Danieli, Hananiahu, Mishaeli dhe Azaria. Por kështu është plani i Perëndis. Përse i zgjodhi këto njerëz, veçanërisht, përse zgjodhi Danielin? Sepse ishte që lexonte fjalën e Perëndis, ishte i nënshtruar në fjalën e Perëndis plotësisht dhe kishte besim në të plotfuqishmin Perëndi. Këto janë karakteristikat kryesore me të cilat i zgjedh Zoti ato që ka për t'i bekuar dhe ka për t'i shumëzuar. E përsëris, studiojnë fjalën e Perëndis që të qëndrojnë në të bindur në fjalën e Zotit dhe kanë besim të Perëndis, në mënyrë që të bëjnë plotësisht të realizojnë vullnetin e Perëndis. Kështu pra me këto karakteristika, Danieli mendoi dhe tha: nuk është mirë që të ham nga ushqimet mbretërore dhe nga vera që janë ushqimet e kushtuara idhujvet. Dhe kështu vuri pra Perëndia në zemër të Danielit të mos infektohet nga këto ushqime të përkushtuara idhujvet. Dhe tema këtu nuk është nëse mundet apo jo, tema është se tek ky njeri që ka zgjedhur Perëndia e përsëris, për të fundin herë, që studion fjalën e Perëndis, qëndron në fjalën e Perëndis dhe ka besim të Perëndis, për këtë arsye t'i kërkojmë këto. Dhe Perëndia do të na jap. Dhe Jezu Krishtin akoma ati Perëndia dëgjoi për shkak të ndershmërisë të tij. Në hollësi të Perëndis, në hollësi të gjërat e holla të Perëndis pra. Kështu e kapi krye evnukun dhe i tha se ne, do të thoja,
për shkak të ndërgjegjes tonë dhe për shkak të besimit që kemi nuk mund të ham nga këto ushqime të kushtuara idhujve dhe të pim verën. Ne do të donim të na japesh perime të ham dhe ujë të pim. Dhe kështu Danieli gjeti hir nga Perëndia në zemrën e krye evnukut, i cili tha po, por kam frikë. Dua të bëj këtë që më kërkoni, por kam frikë nga mbreti. Kam frikë se mos Nebukadnezari, kur të shoh fytyrët tuaja të trishtuar dhe të dobësuar, pra, këtu të kuptoj se unë jam ai fajtori. Dhe me dituri dhe mençuri, Danieli i thot, na provo për 10 ditë dhe të shohim se çfarë do të bëj Perëndia. E them përsëri, më provoni, na provoni dhe nëse nuk i hapi unë pragjet e qiellit, thot Perëndia, të jap bekimin tim mbi ju, më lëni. Më na provo 10 ditë. Dhe krye evnuku tha amin. Mirë, i tha. Dhe i provoj për 10 ditë duke u dhënë perime dhe ujë të pinë. Dhe pas 10 ditësh dolen përpara krye evnukut dhe këto të katërt dolen më të bukur dhe më të shëndosht, më me mish të plot, domethënë, nga të gjithë të tjerët që hanin nga ushqimet që hante mbreti dhe që pinin verën që pinte mbreti. Nga vera e mbretit. Dhe këtë shutu, ky krye evnuku, Melçari, i thot, atëhere vazhdoni të hani atë që doni, pra perime dhe të pini ujë. Dhe pas 3 vjetësh që kaluan, Nebukadnezari i thirri që ti marrë në pyetje. Dhe i bëri kaq shumë për shtypje Nebukadnezarit, sepse këto 4 të rinjvet, Perëndia ju kishte dhënë dituri, mençuri dhe mësuan gjithë diturinë e Babilonasve. Mësuan gjuhën, i mësuan të gjitha, por veçanërisht e bëri Danielin që të mund të shpjegonte çdo vegim dhe çdo ëndër. Dhe i bëri përshtypje Nebukadnezarit nga këto të 4, të cilët ishin 10 fish më të mirë nga gjithë jo të rinjt e Izraelit, por nga të gjithë magjestarët dhe astrologët që ishin në shërbim të mbretit përpara tyre. I bëri kaq shumë përshtypje pra, dhe për këtë arsye i zgjodhi që të 4, zgjodhi Danielin të qëndroj në pallatin e tij dhe qëndroj aty deri sa të mbarojnë të 70 vjetët. Do më thënë, tani mund të themi 15 vjeç mund të ishte Danieli, deri 85 vjeç do të qëndroj në pallat të mbretit Daniele. Kaluan disa mbretër në atë pallat, për Perëndia gjithnjë e bekoi Danielin. Dhe kështu pra Perëndia dërgoi Danielin, Mishaelin, Ananian dhe Azarian në mënyrë që të përgatisë robërinë e popullit të Izraelit që të kaloj dhe të shndërrohet në bekim. Dëgjuat vëllezër dhe motra, Perëndia do të ndryshoj mundimin tënd në bekim të plot tëndin. Me një kusht, që të studiosh fjalën e Perëndis, të qëndrosh në fjalën e Perëndis dhe të besosh plotësisht në Jezu Krishtin, duke shpresuar vetëm në atë, them për ne tani. Por nuk ishte vetëm kjo. Nxori edhe një urdhër mbretin Nebukadnezar krejt të habitshëm, sikur se pa një ëndër e tronditi, nuk do të flasim e dim për këtë ëndër, por u dha urdhër të gjithë magjestarëve dhe astrologëve që të vini të më tregoni cilën ëndër kam parë, në mënyrë që të njoh se shpjegimi që do të jepni do të jetë një shpjegim i vërtet. Dhe i thanë, ma ç'është kjo që na thua? Na trego ëndrën dhe ne do t'japim shpjegimin. Jo, thot, nuk më kujtohet ëndra, ju do të ma thoni cilën ëndër kam parë dhe atëherë kam për të kuptuar se shpjegimi që do t'jepni do të jetë i saktë. Dhe nëse nuk e bëni këtë, do t'ju vras. Dhe vinë që të shkojnë të vrasin magjestarët dhe astrologët, dhe ishte dhe Danieli aty. Dhe i thot, mos u nxitoni që të bëni vrasje të tilla. Unë do t'ua them. Çfarë do të thuash, i than Danielit? Unë do t'ju tregoj edhe ëndrën edhe interpretimin e saj. Ma çfarë besimit kishte ky? Kjo do të thot besim.
Zoti nuk më solli këtu që të më vras Nebukadnestari, por Zoti më solli që të më bekoj. Dhe shkon të njëjtën ditë, bashkë me të tretë të tjerët, vëllezërit e tij, luten dhe sipas mrekullisë të Perëndisë, Perëndia i tregon edhe ëndrrën që kishte parë Nebukadnestari, edhe interpretimin e saj. Ma bëhen këto gjëra. Në qoftë se studion fjalën e Perëndisë, më falni që e them përsëri se them me. Nëse studion fjalën e Perëndisë, nëse me të vërtet i beson fjalës të Perëndisë, i nënshtrohesh fjalës të Perëndisë dhe ke besim dhe shpresë në Zotin e Plotfuqishëm, Perëndia do të bëjë shenja, mrekulli dhe madhështi në mundimin tënd, sepse mundimi i madh ishte atë. Kalonin mirë atje në Izrael që ishin bi princash, i moren, i arrestuan, i quan në robëri në Siri, të kaldeasit. Por Perëndia nuk i kishte për t'i bekuar vetëm, por tani e zgjeroi pak mesazhin, por edhe t'i përdor që të përmbushet fjala profetike e Perëndisë, që të përmbushej për lavdinë e Perëndisë. Dhe atëherë, pasi i tregoi edhe ëndrrën, edhe interpretimin e ëndrrës, sepse e thirri Nebukadnestari dhe i tha: "A mund të ma tregosh ëndrrën që kam parë dhe interpretimin e saj?" Danieli tha: "Jo unë, por Zoti i Plotfuqishëm. Perëndia mundet të bëjë gjithçka." Amen, vëllezër dhe motra. Perëndia mund të bëjë gjithçka. Të gjitha mundem nëpërmjet të plotfuqishmit Jezu Krisht. S'ka gjë të pamundshme për Perëndin dhe s'ka gjë të pamundshme për atë që beson tek Perëndia. Dhe thot fjala e Perëndisë. Dhe mbreti e madhëroi Danielin, jo mbreti, por Perëndia i dha dhurata të mëdhaja dhe të shumta, sepse i tregoi edhe ëndrrën që kishte parë, edhe interpretimin e saj, dhe bëri atë Zot të gjithë krahinave të Babilonisë, dhe vuri të parë të gjithë të diturve të Babilonisë. Një djalosh, hajde mbase mund të kishte atëherë 17 vjeç. E vuri pra mbi të gjithë të diturit e Babilonisë dhe mbi gjitha krahinat e Babilonisë. Dhe atëherë i afrohet Babilonisë e Nebukadnestarit, domethënë i afrohet dhe i thot: "Edhe Shedrakun, Meshakun dhe Abednegon ti vendosësh me mua mbi krahinat që më ke lënë në dorë." Dhe kështu pra ka ndihmë nga Zoti i Plotfuqishëm në Babiloni dhe në krahinat e Babilonisë, kur këto 3 djem, kur Nebukadnestari ngriti një figurë të madhe dhe kërkoi që ta adhurojnë të gjithë, ato thanë, besim që kishin, duke ju bindur fjalës të Perëndisë, thanë: "Nuk do ta adhurojmë këtë figurë të Nebukadnestarit, sepse kjo është paudhësi, është shkelje, s'do ta adhurojmë." Dhe i hodhi në furrë të zjarrit. O Zot Perëndi, sa serioze është kjo, vëllezër dhe motra. Dhe kthehet të shoh aty që i kishte hedhur në furrën e zjarrit këto 3 djem, mbreti pa me habi nga 3 që hodhin në furrë, pa 4 veta, dhe një ishte biri i Perëndisë. U habit Nebukadnestari, i urdhëroi të dalin jashtë. Ma vëllezër dhe motra, do ta them përsëri, bëhen këto. Shumë më shumë dhe më të mira mund të bëjë Perëndia, por me një kusht: të studiosh fjalën e Perëndisë, me dëshirë që të qëndrosh në fjalën e Perëndisë dhe t'i kërkosh Zotit besim dhe shpresë, sepse i bekuar është njeriu që shpreson në Zotin dhe vetëm në Zotin. Kurse i mallkuar është njeriu që beson tek njeriu. I bekuar dhe i mallkuar, e pa besueshme, I nxori prej furrës së zjarrit dhe asnjë gjurmë zjarri nuk kishin mbi trupin e tyre. Dhe thot: "Çfarë u bë?" Thot: "Ti na futen në furrë të zjarrit, për Perëndia dërgoi engjëllin e tij, i cili na ruajti, na mbrojti dhe na nxori këtu ku jemi tani."
dhe i bëri të parë dhe qeveritar të gjitha krahinave të Babilonisë. Dhe kështu për pak vjet përpara 587-s, thamë se në 606-ën, ose nga fillimi, në 626-ën deri në 606-ën, për 20 vjet profetizoi Jeremia. Në 606-ën deri në 587-ën u përmbushen profecitë e profetit Jeremia duke i dërguar në robëri, dhe në 587-ën erdhi shkatërrimi i Jeruzalemit. Por në Babiloni Perëndia kishte të gjitha i kishte gati për popullin e tij. Mesazh i madh. Për të gjithë robërit, të gjitha gati. Do më thënë, nuk do të vuajnë, jo. Do më thënë, janë në robëri, janë në sklavëri, po për bekim. Lavdi Perëndis, robëri, sklavëri, mundim, jo, bekim, sepse Perëndia ka përgatitur të gjitha. Të gjitha i ka përgatitur dhe të gjitha janë gati, thot Zoti i plotfuqishëm. Të gjitha janë gati, ejani tek unë, ju të gjithë të munduarit dhe të lodhurit, dhe unë do t'ju jap çlodhje në shpirtin tuaj. Si, sepse të gjitha janë gati. Falenderojmë Perëndin. Dhe duke mbaruar, tek gjithë secili nga ne, në çdo gjendje që mund të gjendesh, sepse shpesh herë dhe shumë prej nesh jemi gjendur apo do të gjendemi në gjendje tragjike, në gjendje të vështira. Por mos ndalo së studiuari fjalën e Perëndis. Mos ndalo së qëndruari në fjalën e Perëndis. Dhe mos ndalo së shpresuari në Zotin dhe besuari në Zotin. Dhe Perëndia i ka të gjitha gati. Të shofësh se si do të shndërroj mundimin tënd në bekim. Mundet, ma çfarë është e pamundshme për Perëndin. Dhe kjo mbajti 70 vjet. Sigurisht në fillim mbretërit, pasi u poshtuan kaldeasit nga persët dhe nga medët, babai i Kirit, harrova emrin thot, ai e hodhi me një këshill të keq nga princat e tij, e hodhi në gropën e luanëvet, por edhe aty mbeti i habitur sepse Zoti erdhi dhe çliroi nga gropa e luanëvet. Dhe në 536-ën, fiks 70 vjet, mbreti Kir, biri i Darit, Dari e hodhi në gropën e luanëvet, dha urdhër që të zhvendoset populli i Izraelit dhe të kthehen në vendin e tyre, në qytetet e tyre, dhe mbase u kthyen në moshën 85 vjeçare edhe Danieli bashkë me gjithë popullin që u kthye mbrapsht. 70 vjet bekimi. Ndërsa ishin 70 vjet nëse mendonin se ishin 70 vjet mallkimi, por Perëndia e shndërron të keqen në të mirë, e shndërron mallkimin në bekim. E ka programatizuar Perëndia këtë për Danielin përpara krijimit të botës, dhe për Jezu Krishtin që ta dërgoi shërptor në Babiloni dhe aty ta përdor pra për lavdinë e tij. O Zot, na ndihmo t'i besojmë edhe ne këto, sepse të gjitha sa u shkruajtën, për mësimin ton u shkruajtën. Këto i shkruajti fjala e Perëndis në dhjetën e vjetër, i shkruajti për ty dhe për mua që të besojmë, të kemi shpresë dhe durim dhe ngushëllim të shkrimeve nëpërmjet frymës të shenjtë. Nuk ka gjë të pamundshme tek Perëndia. Gjithçka është e mundshme për Perëndin, gjithçka është e mundshme për atë që besojnë. Thuaj amen vëlla dhe motër.